Shikues të nderuar, i kthehemi në fokus këtu në televizionin rajonal 6+1 Vlora, kur tashmë motorët e fushatës janë ndezur edhe nga Partia Socialiste zyrtarisht, ku të gjithë kandidatët janë në teren dhe po zhvillojnë fushat, si ata të listave të mbyllura, por edhe kandidatët e listave të hapura. Cilat janë objektivat e Partisë Socialiste në këtë fushat, si po zhvillohet ajo, pritshmëritë që do t'jenë në fund të saj, dhe si është situata sot në Partinë Socialiste të Vlorës. Kam kënaqësinë që të rikthehet në studio, madje unë do ta cilësoj edhe rikthimin e bujshëm në jetën politike të Vlorës, por edhe këtu në televizionin 6+1 Vlora, të ish deputetes, ish zëvendës ministres të turizmit dhe mjedisit, aktualisht bashkëkryetares të Partisë Socialiste të Vlorës, zonjës Vilma Bello. Mirëmbrëma, zonja Bello, mirë se u takuam sërish së bashku. Mirëmbrëma, shumë faleminderit për ftesën edhe mirë se ju rigjeta. E vlerësoj shumë edhe emisionin, sepse është një moment në cilin fushata tashmë ka marrë një pjesë shumë të madhe të kohës së gjithëve, pse jo edhe të televizionit, po edhe pse jo për të gjithë për të shpërndarë mesazhet e duhura për gjatë kësaj fushate. Jo më kohë të cilësova një rikthim të bujshëm, për shkak se ju jeni një figurë e Partisë Socialiste me kontribute gjatë gjithë këtyre viteve në momentet e mira të kësaj force politike, por edhe në momentet e vështira. Zonja Bello, si e vlerësoni detyrën e re? Pra nga zëvendës ministre e turizmit mjedisit, më herët keni qenë deputete e Partisë Socialiste, tashmë bashkëkryetare e kësaj force politike. Çdo të thotë kjo? Në fakt, para se ta shoh si angazhim, sinqerisht do dua ta shoh si një privilegj për mundësinë që më është dhënë, sepse jesh bashkëkryetari i Partisë Socialiste në një vend si Vlora, në një vend me një traditë qytetare, politike, historike, ku Partia Socialiste patjetër që ka dhënë shumë dhe ka kontribuar shumë në qytet, patjetër që është një nder dhe një përgjegjësi. Ashtu siç nga ana tjetër është përkushtim, është angazhim, dhe më së shumti për te gjithë angazhimit dhe për te gjithë vlerësimit që i japim kësaj detyre, do ta shikoja pse jo si një punë, dhe është një angazhim jo thjesht për punë, por është angazhim për të dëgjuar, angazhim për të bashkëpunuar dhe angazhim për të çuar përpara objektivin tonë dhe atë që ne kemi në këtë fushat. E prisnit që do të merrni një detyrë të lartë si kundërsh ajo e bashkëkryetarit të Partisë Socialiste? Unë i besoj shumë parimit. Jeni kryetare e Partisë Socialiste, pavarësisht se emërtimi është bashkëkryetar. Normal që keni dhe ju. Unë normal i besoj shumë vlerësimit të figurave politike, nëse figurat politike janë ato që i përgjigjen detyrës dhe qëndrojnë në fushë betejë. Kështu që sa kohë që përgjegjshmëria dhe angazhimi dhe koherenca e qëndrimeve të mbajtura në partinë tënde politike është e njëjtë, unë besoj që ka gjithmonë vend që në një skuadër të madhe të kesh pozicione të ndryshme. Kësaj here kam fatin dhe privilegjin që të kem këtë detyrë. Kush ja u propozoi? Drejtuesi politik. Zonja Bello, ju keni qenë ndër zëvendës ministret më aktive të turizmit dhe mjedisit, medalje të shumta në media, por jo vetëm në media, edhe në teren. Si ka qenë ajo detyrë për ju? Dhe keni ndonjë peng tashmë që nuk keni më numri 2 i Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit? Do ta nis nga kjo e dyta, nuk kam asnjëherë peng në lënien ose në përfundimin e një detyre. Sepse janë detyra që kanë piknisjen e tyre dhe kanë pastaj edhe atë përfundimin e kohës së tyre. Por siç e thash, ne jemi gjithmonë pjesë lëvizse e një skuadre në të cilën në pozicione të ndryshme duhemi në një pozicion të caktuar. Ajo që lidhet me pozicionin tim edhe me detyrën që unë kam kryer si zëvendës ministre e një nga ministrive më të bukura, më aktive, dhe kur them më të bukura dhe më aktive, sepse është një ministri e cila realisht lidhet me pasaportën më të bukur shqiptare. Të flasësh për turizmin, në cilën sot është një sektor i jashtëzakonshëm, ku imazhi i Shqipërisë nuk ka lidhje me imazhin e mparshëm, dhe të jesh pjesë e promovimit të Shqipërisë, e suksesit të Shqipërisë, e asaj që të huaj tashmë e shohin Shqipërinë, po edhe ne vetë kemi parë transformimin rrënjësor që ka pësuar Shqipëria si destinacion turistik, është një privilegj shumë i madh. Kështu që e vlerësoj, ka qenë një nga përvojat të them më të bukura, sepse nëse kam kryer më parë detyrën legjislative të deputetes, kjo ishte një përvojë administrative që e vlerësoj jashtëzakonisht edhe ka qenë një nga periudhat më të çmuara.
Dhe kush më shumë se ju e keni ndirë më mirë këtë detyrë, duke qenë se vini nga një qytet turistik si Vlora. Shumë e vërtet, sepse edhe kur e kemi marrë këtë detyrë, madje bashkë me zvendsministrën tjetër, që ne kemi qenë 2 zvendsministre që vinim nga legislativi, kemi qenë të 2 deputet, njëra mbulonte turizmin dhe njëra mbulonte sektorin e mjedisit, edhe pse në nevojat caktuara të një ministrie, patjetër që atje ku lind nevoja ti ndërhyn dhe bëhesh pjesë e procesit, por turizmi ishte i dedikuar dhe ishte fush përgjegjësia ime si zvendsministre, edhe pikërisht edhe për hir të kësaj, sepse vjen nga një qytet që është një destinacion tashmë i konsoliduar. Ne gjithë e dimë se çfarë është Vlora. Vlora vërtet është një qytet, unë e thash pak në fillim, është një qytet me vlera historike, qytetare, por nga ana tjetër është një destinacion i jashtëzakonshëm turistik, sepse e dim edhe bumin, edhe arritjet, edhe investimet që janë bërë, edhe sa i shërben kjo imazhit të Vlorës edhe një qyteti si Vlora dhe një destinacion i tillë, që tashmë është i plot, se nuk mbetet vetëm si një qytet, po mbetet bashkë edhe me njësitë e veta, bashkë me investimet, sepse për shembull këtu dua ta rikthej pak tek investimi i jashtëzakonshëm që po bëhet me aeroportin, që i përket një njësie administrative, po kemi parasysh që impakti dhe ajo që do të sjell ndërtimi i aeroportit Vlorës dhe fillimi i funksionimit të aeroportit Vlorës, unë besoj që do të jetë një sukses i jashtëzakonshëm dhe një arritje fantastike për cilën do fillojmë të ndihemi jo thjesht të kënaqur për këtë që na u bë, po pse jo edhe shumë krenar, se shpeshherë flasim me njerëz, na takojnë, na pyesin që kur do fillojë operativiteti i aeroportit, sepse është vërtet një pikë kthese e një destinacioni si Vlora. Në mandatin e dytë të qeverisë Rama ju ishit deputete, apo jo, dhe në listën kishit numrin 2 në mos gaboj? Po, numri 2 kam qenë. Numri 2, si ka qenë rrugtimi juaj si deputete? Pra e kënaqur me çfarë keni bërë? Dhe kontributin keni dhënë për qytetin? Me shumë sinqeritet do t'i përgjigjesh kësaj pyetje, duke thënë që në jetën time, qoftë kjo profesionale, qoftë kjo politike, nuk lodhem shumë prej përpjekjen që ta shijoj dhe të ndjej realisht përgjegjësinë duke kryer jo vetëm si bërje detyre, por edhe duke u përpjekur maksimalisht për të marrë një produkt sa më pozitiv. Kemi parasysh që detyrat tona nuk janë thjesht detyra qoftë administrative, qoftë legjislative, mbi të gjitha janë marrëdhënia jote drejt për drejt me njerëzit, me qytetarët, me bashkëpunëtorët e tu në politik, pra me çdo kënd tjetër. Kështu që ka qenë një përvojë shumë e vyer, të cilën realisht e kemi kryer me shumë vlerësim si pjesë e një skuadre prej 8 deputetësh, sepse në 2017 ne kemi marrë për herë të parë 8 deputetë në qark, dhe kjo ka qenë një të ndihesh pjesë e një skuadre fituese me një rezultat të tillë, kjo të jep gjithmonë edhe krenarinë edhe kënaqësinë. Dhe ka qenë një rrugë në cilën ka qenë momente të vështira, sepse përgjatë atij mandati ka pasur situatat shumë të vështira të Shqipërisë me tërmetin, me pandemin, gjithsesi referuar asaj që lidhet me përfaqësimin tonë si deputet, në marrëdhënien tonë me komunitetin, me qytetarët, apo me angazhimin tonë në legjislativ, në pjesë të komisioneve të ligjbërjes të diskutimeve në komisione, ka qenë shumë e frytshme dhe e kujtoj si një nga periudhat më të vyera. E keni marrë drejtimin e Partisë Socialiste si bashkëkryetare në një moment sfidash, në një moment ku do të duhet të punoni shumë, të vraponi dhe për të qenë edhe ju drejtues të kësaj fushate, se jo pasi mbani edhe një përgjegjësi në këtë detyrë. Sa angazhuar është Partia Socialiste e Vlorës në këtë fushat për qenë përkrah kandidatëve për deputet? Nuk më sikletos pyetja për të menduar shumë dhe për të thënë sa është angazhuar, se është plotësisht angazhuar. Dhe kur them plotësisht angazhuar, kemi parasysh që Partia Socialiste është një forcë politike e cila përtej mandateve dhe që kësaj here kërkon mandatin e 4 të qeverisjes, nuk është një parti politike e cila i ka fituar mandatet sepse ka bërë thjesht taktika elektorale. Është një parti që është ofruar qytetarëve duke bërë reforma nga më të vështirat, ka marrë besimin e tyre, ka vijuar reformat, ka pat momentet e saj të vështira, të cilat kanë qenë sfida shumë të mëdha për qeverinë dhe për shoqërinë shqiptare, të cilat janë kaluar pikërisht nga një mirë qeverisje e Partisë Socialiste. Të vazhdosh të fitosh zgjedhjet dhe të kërkosh mandatin e 4 nuk është thjesht përgjegjësi. Është një
është një detyrim që ke përballë të gjithë qytetarëve se si u je përgjigjur besimit që ata të kanë dhënë. Dhe Partia Socialiste është një parti e cila i fiton zgjedhjet jo thjesht me frymën që përcjell, por mbi të gjitha dhe fryma që vjen nga besimi dhe nga komunikimi i përditshëm në terren që japin qytetarët, përtej sfidave dhe problematikave që patjetër që janë atje, sepse kush nuk do që të shkoj përballë qytetarëve dhe komunitetit dhe të mos ketë asnjë sfidë, asnjë problem. Sigurisht që kjo është gjëja e artë nëse çdo parti politike do ta kishte këtë gjë. Por përtej frymës edhe besimit që japin qytetarët, që vjen prej besimit, ka dhe një organizim shumë të mirë. Është një organizim i cili ka nisur prej kohësh dhe prej muajsh dhe sot që flasim për një fushatë, po themi aktive në kulmin e saj fushatës, sepse zyrtarisht fushata është hapur, të gjithë kandidatët janë në terren, partia si strukturë janë në terren të organizuar, të gjithë kanë shtabet elektorale të rajoneve, ashtu si zyrat dhe shtabet elektorale të çdo kandidati, sepse sistemi është i tillë që strukturat të bëjnë maksimalisht angazhimin e tyre me qytetarët dhe komunikimin me qytetarët për të marrë besimin edhe për të marrë votbesimin për të votuar si forcë politike, më pas është e legjitimuar që çdo kandidat është në betejën e vet për të maksimizuar këtë fitore. Kemi parasysh që ngjyrat e skuadrës të Partisë Socialiste janë të plota. Është një skuadër që ka 12 kandidat në fushë betejë, sepse 4 kandidat janë në listën e mbyllur dhe ata 12 kandidat që janë në listën e hapur garojnë për sipas objektivit ton për 5 vende në parlament dhe jo për 4, sepse se objektivi ynë është për 9 mandate dhe jo për 8 mandate. Se na vjen kjo ambicie. Besoj që na vjen pikërisht edhe prej atyre që thash. E para prej besimit, prej komunikimit që kemi në terren me qytetarët, e dyta prej frymës që ti ndjen si forcë politike që qytetarët ta japin dhe besimit tyre ta jep, dhe pastaj padyshim edhe prej organizimit. Kështu që lidhur me organizimin, ka një organizim shumë të mirë, ku të gjithë janë terren dhe tashmë besoj ndihet edhe duket që sa herë të dalim mund edhe patjetër edhe të ndeshim shpeshherë edhe kandidat që janë në terren, edhe pse janë të ndarë, sipas një përcaktimi dhe organizimi që partia bën, dhe kjo bëhet për të siguruar një garë të drejtë, dhe kjo është një gjë besoj që një nga momentet më të çmuara të organizimit politik që ka Partia Socialiste, sepse duke patur rregullat të qarta, kjo siguron barazi në garë. Pjesë për të cilën edhe unë si bashkëkryetare e partisë jam sigurisht për këtë gjë. Edhe forumet e Partisë Socialiste, forumi Rinor apo dhe forumi Rinor, angazhuar dhe këta. Po, forumi Rinor i socialistëve, i të rinjve socialistë dhe forumi i gruas ose koordinimit të themi kështu i pjesës grave janë jo vetëm të angazhuara, sepse i kemi parë të rinj që ata janë pjesa më energjike dhe unë me thënë të drejtën ndihem shumë mirë që në një bashkëpunim të vazhdueshëm që kam qoftë me përfaqësuesin e Asamblesë Rinore Socialiste, qoftë edhe me koordinatoren e Forumit Gruas, kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe më vjen mirë që fryma dhe energjia qoftë të rinjve, qoftë edhe vajzave dhe grave shpërndahen gjithandej. Të rinjtë dim që kanë vullnetin dhe energjinë edhe japin atë ritmin tjetër që shpeshherë fushata e ka të nevojshme, sepse nganjëherë duket sikur kandidatët apo qoftë edhe strukturat kanë një angazhim pak më të strukturuar edhe pak më të kornizuar. Janë të rinjtë ata që japin vrullin edhe energjinë. Ndërsa pjesa që lidhet me forumin e Grua Socialiste ka një pesha e vajzave dhe grave nuk është thjesht e madhe në numër apo për ta vlerësuar në numra, se kjo padyshim që është. E thot dhe kryeministri, e thot dhe kryetari i Partisë Socialiste Rama, që nëse ne do na votonin vetëm gratë, ne do ta kishim të fituar edhe 80 mandatet edhe më shumë. Por, dhe kjo bëhet për një arsye të thjeshtë, sepse ne kemi parë dëshirën dhe vullnetin edhe një lloj mos dorëzimi të vajzave dhe grave, sepse angazhimi gjithmonë sjell një shpirt tjetër, sjell një energji pak më të mirë. Kryeministri ka qenë vajzat dhe gratë. Kur ka qenë për parë në studio, për shaka kjo gjë. Jo, është e vërtet, se ai ka qenë që ka rritur. Kryetari i Bashkisë së Tiranës atëherë dhe i kam bërë një pyetje se më erdhi në studio në 8 mars. I thash zoti kryeministër, zoti kryetari i Bashkisë, cili është urimi juaj për gratë dhe vajzat në kuadër të 8 marsit, se ju i keni qejf ato. Më pse ti s'e ke qejf tha? Jo, në fakt e vërtet pjesëmarrja e vajzave dhe grave me leadershipin e Edi Ramës realisht ka ndryshuar. Nëse do të thoshim që pse ka ndryshuar kjo me një lloj diktati, ta themi kështu, duke imponuar përqindjen, unë besoj që ka momente caktuara në shoqëri kur duhet
të diktohet në thonjza edhe përmes shifrave. Se pastaj fillon edhe ka një ndryshim të mentalitetit dhe të pranuar që vajzat dhe gratë nuk janë më thjesht për numra, kemi parasysh që kemi arritur në 50% të Këshilleve Bashkiake, kemi mbi 50% të kabinetit qeveritar, jemi sot pjesë e listave, janë një numër shumë i madh grash dhe vajzash që nuk kanë ndodhur më parë, kështu që kjo padyshim merr vëmendjen e vet. Dhe nuk e merr vëmendjen e vet thjesht për qenit grua, po për përgjegjësinë dhe për punën që një grua afron politik. 12 prill, ora 12 qarqe, 12 yjet Bashkimit Evropian. Kështu vendosët ta nisni zyrtarisht fushatën elektorale në kryeqytet. Si ishte atmosfera, ju vetë ishit aty? Disi do të thosha një fjalë të parë, Ermal. Kjo fushat ishte kjo nisje fushate. Asnjë parti politike nuk ka guxuar më parë të bëjë një hapje fushate pa flamuj partijak, pa banderola të mëdha, plastike apo jo, çfarë do lloj gjëje që t'jenë atë. Ne kemi parë në fushat që atje, në këtë çelje të fushatës, nisje të fushatës, që ishte një gjë ndryshe. Në fakt më shumë ishte si atmosferë festive, sikur po festonim në një fest tradicionale. Nëse Shqipëria synon të shkojë drejt Bashkimit Evropian, do të thotë që Shqipëria vjen aty përmes traditës vet, sepse çdo qark u shfaq me traditën e vet. Shqipëria vjen me traditën e vet, vjen të kujtojë rrënjët e veta, për të mos harruar rrënjët e veta dhe për të shkuar drejt asaj që është e ardhmja. Dhe besoj që në filozofinë e asaj që u organizua ishte një gjë e jashtëzakonshme. Unë besoj që ishte një atmosferë fantastike dhe jo thjesht duke i vënë emrin festive, por festivja kishte një simbolik shumë të fortë. Për te numrave, për te 12 qarqeve, 12 yjeve, ku secili nga ne ishim një nga yjet çdo qark, për të treguar që ne jemi pjesë e Europës. Dhe gjithë përpjekja që po bëhet, dhe gjithë angazhimi që po bëhet, edhe i angazhimit real të Shqipërisë përmes kapitujve, sepse dje, jo më vonë se sa dje, kryeministri me një ekip shumë të madh të qeverisë shqiptare, ka qënë në Bruxelles për çeljen e kapitujve të tjerë. Që serioziteti kësaj pune ka nisur herët, administrata ka një armatë të jashtëzakonshme administrate. Unë kam qenë pjesë administratës dhe e di se sa shumë përpjekje është bërë për të arritur në ato rezultate që kur shkonin përballë Komisionit të Bashkimit Evropian dhe raportonin për çdo detyrë që ata na linin nga një takim në tjetrin, dhe atje raportoje me detaje se cilat ishin punët e bëra, ma beso që ishte një emocion i jashtëzakonshëm nëse ata të çekonin dhe të vinin një plus në gjitha detyrat e kryera. Është një emocion i jashtëzakonshëm sepse ti shkon dhe duhet bësh detyrën atje. Nuk të merr Bashkimi Evropian dhe Europa të marr pjesë të vetën nëse ti do të futesh. Jo, nëse ti ke kryer detyrat, do të jesh atje. Duket se integrimi në Bashkimin Evropian, pra sikundur thatë dhe ju, por e thënë kjo dhe nga kryeministri, është objektivi kryesor i këtij mandati të katërt të qeverisës. Deri në 2030 në Bashkimin Evropian ka premtuar Rama. Është thjesht një premtim elektoral, apo do të mbahet ky premtim, pasi do të jemi sërish së bashku këtu në studio pas 4 viteve, do të shikojmë nëse do të jemi integruar apo jo në Bashkimin Evropian. Pra si është? Unë besoj që nuk është thjesht objektiv elektoral, por është një objektiv që i referohet Shqipërisë Evropiane. Dhe e thash pak edhe më përpara, është një punë e nisur shumë herët. Dhe janë çelur kapitujt e parë, të cilët kanë qenë sfidues, dhe kur them sfidues sepse të pranohesh nga Bashkimi Evropian që Bashkimi Evropian të jetë dakord që ti të çelësh kapitujt që lidhen me drejtësinë, kur e dim që drejtësia ka qenë një nga momentet më të vështira dhe jo thjesht të shoqërisë shqiptare, po të politikës shqiptare, kur tashmë kushdo shkon përpara drejtësisë pa parë ngjyrë, sepse ne e dim shumë mirë që ka patur, madje ka patur raste kur nga pjesa e mazhorancës kanë qenë më shumë të marrë para drejtësisë se sa ata të opozitës, por kjo është një gjë tjetër dhe kjo nuk është regres, kjo është fitore. Dhe kjo është një gjë që për të treguar që drejtësia në Shqipëri nuk është merit, sigurisht që ajo miratuan nga gjithë deputetët në legjislaturën para legjislaturës së 9, e miratuan gjithë, por vullnetin për ta çuar përpara si reform nuk është e kollajt kur sot të dëgjosh nga
opozita të dëgjosh që ne sa të vim do shkatrojmë spakun. Një struktur e cila është një struktur që u ka rritur besimin shqiptarëve. Për këtë jemi të vetëdijshëm që shqiptarët e ka rritur besimin te drejtësia pikërisht sepse një struktur e posaçme antikorrupsion ka filluar që të godas figura që nuk mund të mendoheshin më përpara, që të goditeshin figura që lidheshin me majën e përfaqësimit të një partie politike. Kështu që ajo që më pyete, që më the se nëse është vetëm objektiv elektoral, ky nuk është objektiv elektoral. Ky është një objektiv i Shqipërisë europiane. Dhe padyshim që me çeljen e kapitujve të parë dhe me kapitujt e tjerë që u çelën dje dhe në takimin e drejt për drejt që ka patur me kreun e Komisionit Evropian, kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri i Shqipërisë, ka patur një reagim shumë pozitiv që patjetër që na lë të besojmë që deri në 2027 nga pikpamja teknike ky proces do të jetë përmbyllur, dhe kur flasim nga pikpamja teknike janë kapituj të veçantë që lidhen me punën teknike të administratës dhe të detyrave të qeverisë shqiptare për t'u përgjigjur detyrave të Bashkimit Evropian, të Komisioni Evropian të vëpërpall, dhe pastaj në një vendimarrje politike ne nuk thjesht e themi, ne e besojmë që Shqipëria në 2030 do të jetë pjesë atje ku i takon në Bashkimin Evropian. Por ndërkohë Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore çeli fushatën me një miting në 11 prill, ku mbajti një fjalim edhe drejtuesi i fushatës Chrysler Civita. Ndër të tjera ai tha, në vitin 2024 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës socialistët u përpoqën të fusin në burg Donald Trump. Trump nuk u dorëzua, ata dështuan. Në vitin 2025 këtu në Shqipëri, socialistët duan të fusin në burg të gjithë opozitën e tyre. Edhe këtu do të dështojnë, teksa rendit në fakt një sër bilancesh negative sipas tij të këtyre 12 viteve në drejtimin e Partisë Socialiste. Keni një koment? Një koment e kam shumë të shkurtër, sepse sa kohë që kemi shumë punë edhe angazhim për të marrë me objektivin ton për të fituar 9 mandate në qarkun e Vlorës, më duket besoj që është e përshtatshme edhe për ta që të japim vetëm një koment shkurtër, që nuk është Shqipëria një sken në të cilën ti të sjellësh retorikën politike nga Amerika ta zbresësh në Shqipëri. Se këtu pastaj dukesh sikur ti nuk je serioz me qytetarët e tu. Se po të flasim për përballjen me drejtësinë, Partia Socialiste nuk është forca politike që është përballë dhe i qëndron sistemit të drejtësisë përballë, duke u marrë me opozitën, se e para merret me objektivat e veta, e dyta ka mbajtur një qëndrim të distancuar nga çdo figurë dhe do të vazhdoj ta bëj këtë gjë sepse është parimore, është filozofike, besimi i qytetarëve nuk lidhet me asnjë që thyen parimet e asaj që ata besojnë, kështu që komenti për ta do ishte mirë ndoshta që të mos i sillni retorika ca ndaj këtej nga vendet ndryshme të botës, po t'i përgjigjeshin qytetarëve të tyre se më shumë më duket fyese se sa më duket serioze. Megjithatë 12 vite në pushtet janë shumë. Është lodhur Partia Socialiste pse nuk ka nevojë vendi për rotacion. Pra pas 12 vitesh, i thon pastaj që edhe 4 vite të tjera 16 vite. Po demokracia nuk është të ngrihet një forcë politike nga karrigja dhe të ulet një tjetër. Demokracia funksionon përmes besimit dhe besimi reflektohet përmes votës. Nëse qytetarët vazhdojnë të besojnë që reformat e nisura nga Partia Socialiste vazhdojnë e kërkojnë dhe e marrin votën e qytetarëve që të vazhdojnë mëtej dhe të vazhdojnë të realizoj objektivin e Shqipërisë Europiane, nuk është me dëshirë lënia e pushtetit. As nuk mund të themi që duhet patjetër rotacion. Nuk ka me duhet. Nuk ka me në një sistem demokracie është me vot. Dhe besimi i qytetarëve është vota. Si u përzgjodhen kandidatët për deputet Partisë Socialiste të listave të mbyllura dhe të hapura? Flasim për qarkun e Vlorës me që jemi këtu. E para dua ta vlerësoj sinqerisht listën e deputetëve të Partisë Socialiste të qarkut Vlorë, jo duke i marrë veç e veç, edhe atë mund ta bënim. Por duke besuar që është një përfaqësim ku gjithë shoqëria, gjithë qytetarët, çdo stres, çdo nivel, çdo komunitet mund të gjejë përfaqësuesin e vet. Nuk është kaq e kollajt që në parlament nesër kushdo nga ne, qofshin me pet politik, apo qof partijak, apo jo, të gjej përfaqësuesin e vet në atë listë. Sepse lista ka një kombinim shumë të mirë mes traditës,
mes tradicionales partijake, mes traditës tradicionales, komuniteteve, të rinjve, ngjyrave të tjera të cilat nuk kanë qenë pjesë tradicionale e partison, moshave të ndryshme, gjinive të ndryshme, do të thotë që kushdo nga ne mund të gjejë përfaqësimin e vet. Dhe kur shkojmë hedhim votën në kutinë e votimit, unë besoj që kushdo nga ne ndjen që kur hedh votën në kutinë e votimit, ka një ndjesi qënjeje të vetën, që ku e ndjen përfaqësimin, ti me kë përfaqësohesh. Dhe nëse çdo qytetar ndjen që e gjen veten e vet në njërin nga përfaqësues, u besoj që kjo është arritja më e madhe që një forcë politike arrin, që çdo qytetar, çdo pjesë e komunitetit, çdo banor i komunitetit të mund të gjejë veten në këtë përfaqësim. Se si janë përzgjedhur kandidatët, ky është një sistem i cili ka një pjesë të vendimarrjes që lidhet me vendimarrje jo thjesht të leadershipit, por edhe të analizës së një komuniteti të tërë përmes mekanizmave që tashmë ne e kemi të qartë që Partia Socialiste nuk funksionon me dëshira për të futur në lista ata që kanë preferencën e tyre lideri apo se i shërbejnë liderit. Kjo është një bërja e listave kësaj here, tregoj një qasje jo thjesht të hapur të Partisë Socialiste, se për këtë konceptin e hapjes kemi kohë që kemi folur. Partia Socialiste ka qenë e hapur, se sa kohë rrisim numrat dhe kemi një andarësim më të madhe, do të thotë që është një forcë e hapur politike. Prandaj dhe i fiton mandatet, sepse gjithmonë gjeneron vetveten. Nëse këtu do t'i vendosja përballë një forcë opozitare, besoj që ka një moment reflektimi që edhe opozita mund ta shohë. Nuk është kaq e kollajt që të kërkosh mandatin e 4, të të gjenerosh vetveten dhe të duash të përmirësosh vetveten, se është betejë me veten tënde, dhe në aleancë me qytetarët. Se ne, Partia Socialiste nuk ka bërë aleancë dhe të krijojë aleancën madhështore të Shqipërisë madhështore, se sa vendoset përballë dhe aleancën e vetme e kanë me përmirësimin e vetvetes edhe me qytetarët e vet që vazhdojnë dhe e besojnë. Keni një koment për listën e Partisë Demokratike dhe aleancës për Shqipërinë madhështore? Nuk di çfarë them, me thënë drejtën, uroj që në objektivat që ata vendosin të mund të ketë një reflektim se kur të arrijmë pastaj në një fitore 9-3 në qarkun e Vlorës, besoj që do të shërbej për një moment reflektimi nesër. Dhe mos jeni kaq e sigurt se do të arrijnë 9-3. Ku e bazoni këtë? Nuk jam e sigurt, e besoj. E besoni? Janë qytetarët që do të vendosin. Padyshim që po. Padyshim që po. Është ajo që thash, ne qytetarët na e japin momentin e parë të vetdijes son edhe të një jo të vetësigurie, po të një përgjegjësie dhe krenarie që qytetarët vazhdojnë na besojnë akoma. Ma beso që nëse del përballë një qytetari i cili të ka kërkuar diçka dhe ti nuk je përgjigjur dhe të duhet patjetër që të shkosh atje dhe të kërkosh një vot besimi sërish, nuk ka gjë më të vështirë nëse ti nuk ke se ç'ti thuash. Dhe si po ju presin qytetarët, si po ju presin kandidatët e Partisë Socialiste? Pikërisht nga kjo pritje, unë besoj që ne kemi shkuar drejt shpalljes së mandatit ton në 9 mandate në qarkun e Vlorës. Pra shikoni entuziazëm të qytetarët, jo të lodhur. Ka besim, jo, nuk janë ende të lodhur. 12 vjeçare. Nuk janë ende. Qeveria nuk të lodh asnjëherë nëse ka gjithmonë diçka për të thënë dhe për të dhënë. Nëse reformat kryhen, nuk mund të thuash që lodhet nga një qeveri se u lodh sepse kryen reforma. Jo, nëse qeveria gjithmonë, në këtë rast qeveria socialiste, prodhon diçka në shërbim të qytetarëve dhe në atë që është, nuk është slogan të thua Shqipëria Europiane. Shqipëria Europiane përkthehet në anën tjetër me dinjitet, të kujdon nga ne që na duhet ne jemi qytetarë europian. Po pse të mos e kemi të certifikuar qytetarin europian? E para, e dyta, përfitimet që një vend merr nga përfshirja në Bashkimin Evropian, nëse po themi në 100% të fondeve të dhëna, nga këto 100%, vetëm 10% janë grant dhe pjesa tjetër është një hua që të duhet ta shlyesh, me njëherë automatikisht përfshirja në Bashkimin Evropian është e kundërta. Do të thotë që
ke një pjesë dhe një përfitim shumë të madh që lidhet me financa, sepse shteti dhe vendi rrit besueshmërinë për të thithur fondet e Bashkimit Evropian. Thith fonde për të rritur nivelin e arsimit, për të rritur nivelin e shëndetësisë, për të rritur politikat sociale, për të rritur atë që është një sfidë e jashtëzakonshme ajo e pensioneve. Nuk ka një nga sfidat më të vështira që ka qeveria socialiste dhe që del tërkohën përballë pensionistëve, stresës, që i beson më shumë kësaj force politike dhe që i del përballë me gjithë përpjekjet e veta që ka bërë në vazhdimsi për të rritur vazhdimisht pensionet, por edhe pse nuk ka arritur atje ku do doj, në objektivin e vet e ka që në fund të 2030, në fund të këtij mandati, të jetë një pension mesatar prej 400 eurosh, ndërkohë që nga 200 të shkojë në 400. Kjo është një gjë shumë e madhe dhe është objektivi i arritshëm, sepse rritja e pensioneve nuk ka qenë aq e ndjeshme. Ashtu siç nga ana tjetër, kjo kërkon padyshim një rritje shumë të vëmendshme dhe shumë të madhe dhe kjo është sfidë të transparencës dhe kur them të transparencës, të mos shkuarjes dëm të fondeve, të asaj që mblidhen nga të ardhurat, që të mos ketë fiktivitet, të mos ketë korrupsion, të ketë transparencë dhe çdo fond i mbledhur nga kushdo që ka detyrimin e vet që të paguaj shteti detyrimet e veta tatimore, kjo të reflektohet pastaj në rritjen e pensioneve. Pra janë politika fiskale që duhen patjetër që të jenë me transparencë. Ju, por edhe Kryeministri Rama apo të gjithë socialistët po e reklamojnë, sigur do të kenë shkopin magjik që në 2030 do të çojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Pse nuk mendoni ju se edhe Shqipëria madhështore, Partia Demokratike nëse do të vinë pushtet, do ta çojë vendin në Bashkimin Evropian, pasi ka ardhur koha për të qenë pjesë e familjes madhe europiane? Unë nuk them që mbase Partia Demokratike nuk do që të çojë Shqipërinë në Europë. Problemi është a mundet. Dhe qytetarët sot nuk na votojnë ne se ne duam, na votojnë ne se besojnë që Partia Socialiste është forca që përmes vullnetit, energjisë, punës, asaj që ka treguar këta kapituj që janë hapur, që duket sikur është një fjalë, është një investim i jashtëzakonshëm me vite që është bërë. Kështu që sa kohë që qytetarët të japin votën për atë që besojnë se ti mund të bësh dhe jo për dëshirat, pastaj për dëshirat e të marrin qëllim fluturuese dhe shkojnë me qëllim fluturues. Por ndërkohë opozita thotë se ju nuk keni një program qeverisës, pra Partia Socialiste nuk ka një program qeverisës. E keni realisht? Sigurisht që ka një program qeverisës. Apo e keni kopjuar Partinë Demokratike? Pasi kështu thotë zoti Berisha. Unë besoj që Partia Socialiste nuk e ka patur ndonjëherë nevojën, sa kohë që ka fituar 3 mandate dhe synon të 4-tin dhe me një përgjegjësi të jashtëzakonshme të dalësh para qytetarëve. Këtë më duhet ta them për herë sepse e ndjej shumë mirë që të kërkosh të vesh përpara qytetarit, duke i thënë që unë e dua sërish besimin tuaj, është përgjegjësia më e madhe që mund të kesh si njeri politik kur del përpara tyre. Por kur flasim për program, Partia Socialiste ka një program, është shpalosur ky program, duke nisur që nga ekonomia, infrastruktura, punësimi, rinia, politika sociale, shëndetësia, arsimi, çfarë do lloj fushë të jetës në të cilën reformat e nisura do të vazhdojnë pikërisht edhe përmes këtij programi. Nuk besoj se Partia Socialiste që gjeneron tërkohën fitore ka nevojë për. Na një pak me programin në disa fusha, nëse mundesh? Unë si që përmenda, do t'i përmend pak, por që të mos ndalemi në shifra se kjo do kërkon të një kohë shumë të gjatë, në mënyrë të përgjithshme, do të ndalesha shumë shkurtimisht në disa nga sektorët. Nëse flasim për pensionet, që është thashë sfida më e madhe dhe prandaj dhe e rendis të parën, sepse nëse flasim për pensionet që ka patur një rritje të vazhdueshme dhe një përpjekje të vazhdueshme për të rritur të ardhurat e kësaj shtrese, e shtresës që është shtresa më e përkushtuar, më e sakrifikuar dhe ajo që e beson më shumë, patjetër që edhe këtu është prandaj dhe ndihet një sfidë e jashtëzakonshme, nëse ka patur një rritje të vlerës së pensioneve që ka qenë jo aq sa ne duam apo sa pensionistëve u takon dhe e meritojnë, patjetër që kjo mbetet sfidë. Objektivi është që të kalojë në 400 euro pensioni mesatar. Nëse flasim për rinin, sepse dua t'i them si në antipode po themi shtresën e pensionistëve me të rinisë.
ka pasur politika të ndjeshme referuar rinis. Ka pasur një ministri të dedikuar, u bë vite tashmë, që ka një ministri të dedikuar për rinin. Dhe kanë qënë, jo vetëm në politika që lidhet me financimin e të rinjve në sipërmarrje të reja të biznesit përmes programeve të ndryshme të startupit, dhe kjo jo thjesht nga qeveria, por edhe e zbritur në nivel lokal në bashkitë të ndryshme, ka patur praktika të ndryshme profesionale, sepse e kemi parë që ka qenë një problematik e jashtëzakonshme tregu i punës dhe nevoja për fuqi punëtore, dhe kjo lidhet edhe me një problematik tjetër që për të mund të kthyer tani të rinia, kanë qenë një investim shumë i madh i shkollave profesionale, sepse nuk na duhen thjesht njerëz të cilët të dinë një fushë caktuar në drejtësinë, ekonomi, por na duhen njerëz që të dinë zanate dhe të mund të përgjigjen tregut punës, sepse tregu i punës ka sjell nevojë shumë të madhe për ta bërë këtë gjë, dhe kjo ka qenë pjesë e një investimi qoftë shkollave profesionale, qoftë kampuseve, qoftë vendimarrjeve të ndryshme. Ka qenë një tjetër ajo e thirrjes së ekselencës, e cila vazhdon të jetë e tillë. Dhe kur themi të ekselencës janë të rinj shqiptar, të cilët i përgjigjen sipas meritës, dhe këtu tek merita do doja të ndalesha vetëm pak, sepse nëse ka një problematik, nëse folim për problematik të pensioneve, besoj që një nga problematikat e tjera që shpeshherë ne mund të ndeshim edhe dëgjojmë në mentalitet, dhe kjo është e vërtet, është që ka të rinj që gjykojnë që nuk ikin prej Shqipërisë sepse janë të varfër, sepse nuk mund të gjeni një punë, por sepse shpesh herë kanë nevojë për një transparencë më shumë edhe për meritokraci më shumë. Edhe kjo mbetet një sfidë që besoj që hapja e thirrjes për ekselencës, ose politikat që janë bërë qoftë në portalin për shëndetësinë apo qoftë në portalin për arsimin, janë të tilla politika që nxitin pikërisht meritokracinë. Nuk ja kemi dalë plotësisht, patjetër që po, nuk ja kemi dalë. Kush nuk do që t'ja dalë plotësisht. Por që e rëndësishme është që ka një rrugë në të cilën edhe të rinjt ndihen që kanë patur një vëmendje të caktuar. Një gjë tjetër lidhet me infrastrukturën. Kemi parasysh çfarë është bërë, që nuk po i rendis çfarë është bërë dhe po në qarkun Vlorë, po se çfarë do të vazhdoj të bëhet, nëse është duke u bërë aeroporti, nëse ka një investim shumë të madh të marinës, të një lungomare që po vazhdon dhe që do të vazhdoj të shtrihet edhe në pjesën e plazhit vjetër. Këto janë investime që nuk janë thjesht buxheti i hedhur për të bërë ca rrugë, por janë në një fytyrë të re dhe një imazh i ri që i vjen një destinacioni. Kështu do të thosha për spitalet, në spitalet të reja të bëra, ka nevojë për një rritje të vëmendjes edhe më shumë, për një rritje të shërbimit shëndetësor, sepse ka nevojë ende për të rritur shërbimin shëndetësor përmes edhe buxheteve të tjera, ka nevojë për arsimin më shumë, edhe pse janë bërë shkolla, janë ndryshuar kurrikula, janë vendosur, janë bërë një pjesë e politikës shumë të mirë të internacionalizmit të universiteteve, ndërkombëtarizimit të universiteteve. Kjo do të vazhdoj akoma jo vetëm me vazhdimin e këtyre që ka nisur, por pse jo do të thosha që për shembull me arsimin një rritje këtë e kam edhe si mendim të një njeriu që e njeh arsimin, duke qenë se është i fushës së arsimit, një vëmendje shumë e madhe që kjo të mos jetë vetëm në shkollat jo publike, por të jetë edhe në shkollat publike, që të rritet orari i mësimit, sepse duke u rritur orari të mësuarit në shkollë, kjo ndihmon familjet nga ana tjetër, duke marrë këtë në një zinxhir, kjo ndihmon familjet që kur fëmijët kthehen në shtëpi, prindrit nuk kthehen më në nevojën e domosdoshmërisë për të kthyer në mësues dhe pastaj po u kthyen në mësues, prindi vjen i lodhur dhe ka nevojë për një kohë të përshtatshme për të kaluar një kohë cilësore me fëmijët. Kështu që besoj që në vazhdimsi do jetë një vëmendje më e shtuar me rritjen edhe të buxheteve që kanë këto sektor. Pastaj po t'i marrim gjitha me radhë, besoj do të na duhet shumë kohë që programi. Po për biznesin? Për biznesin ka qenë politika, për biznesin ka patur politika fiskale të cilat kanë ndikuar në politikat e tyre tatimore. Dua ta përmend sepse kam qenë pjesë e këtij procesi kur isha në Ministrinë e Turizmit dhe të Mjedisit, një proces deregullimi i procesit të tyre, dhe kur them proces deregullimi është lehtësimi i procedurave ose i praktikave të tyre procedurale për të marrë një shërbim të caktuar në shtet. Ma besoni që ka qenë një makth shpeshherë i bizneseve që vonoheshin për këto praktika. Nga
10 dokumentacione të një leje caktuar që kërkoni në ministri. Ato jo vetëm që u mblodhen në një dokument caktuar, por edhe u ofruan shërbime të digitalizuara. Kjo lehtëson shumë procedurat, sepse biznesi e ka vetë, e zhvillon vetë biznesin e vetë. Ajo që i kërkohet nga shteti, i kërkohet nevoja që shteti të jetë aty në një formë kujdestare shumë pozitive për që bashkëpunues. Zonja Bello, koalicioni për Shqipërinë Madhështore është koalicioni me cilin Partia Demokratike dhe Opozita kërkojnë të vinë në pushtet, ndërsa Partia Socialiste do të jetë e vetme pa koalicion. Bashkimi për Fuqinë, koalicioni për Shqipërinë Madhështore është përballë jush. Të vetëm ju. Në fakt, nuk e kam as për stigmatizime dhe as për cënuar, po me thënë drejtën kjo aleanca e Shqipërisë Madhështore me ca individ të partive ose njerëz politik, të partive ndryshme politike, të cilët ata i kanë mbledhur, thjesht për një zgjedhje taktike të tyre, edhe për të mbledhur një grupim njerëzish që nuk mbjellin besim, as shpresë, po thjesht për një taktik i kanë futur brenda skuadrës tyre se ashtu duhet ta zgjidhin. Nuk besoj që kjo është zgjedhje e mençur dhe këtë e kam, kjo është referuar atyre. Partia Socialiste ka të vetmen aleancë me të përmirësoj vetveten sepse e ka shumë të domosdoshme përgjegjësinë që merr nga qytetarët dhe besimin që merr prej tyre, dhe nga ana tjetër e ka aleancën e vetme me qytetarët. Si vlerësoni votën e emigrantëve? Për të parë, emigrantët do të votojnë në këto zgjedhje. Sinqerisht shumë të rëndësishme, dhe jo thjesht në aspektin e votës edhe të numrit të votës që do të marrim nga emigrantët, por sepse emigrantët nuk janë shqiptar të larguar dhe që kanë shkëputur lidhjet me vendin e tyre. Absolutisht. Përkundrazi, po për të treguar dhe se ata i sjellin fitimet e tyre i sjellin në Shqipëri. Ata ka pasur plot emigrantë që janë kthyer në Shqipëri. Ka politikat e qeverisë shqiptare për të lehtësuar investimet e emigrantëve kur vinë këtu, për të lehtësuar procedurat, pse jo nëse do të shikohet mundësia nesër për të ndihmuar edhe me financim që ata të hapin biznese të reja, sepse e dim që shpeshherë dhe janë promovuar shumë herë, janë hapur biznese apo bujtina apo agroturizme nga emigrantë. Por ajo që do të vlerësoja shumë, që lidhet jo thjesht me takimet që ne kemi bërë në diasporë, entuziazmin që ata sjellin, që ata na kanë dhënë në këto takime, është një dinjitet që emigrantëve u takon të jenë pjesë e politikbërjes edhe e vendimarrjes politike se si një vend do të vazhdojë të zhvillohet. Nëse ne synojmë të shkojmë në Europë, emigrantët, bashkëqytetarët tanë, bashkëqytetarët tanë që kanë shkuar në vende ndryshme duan të ndihen me gjithë investimin që ata bëjnë atje, duan të ndihen realisht pjesë e Europës, të mos shkojnë kur shkojmë nëpër aeroporte që ne të dalim në një krah edhe qytetarët europian, sepse dhe dinjiteti, ajo që u thash pak përpara që vota është qenia jote, është dinjiteti yt, është e vërteta jote, është shumë e vërtet kjo gjë edhe për emigrantët. E vlerësoj jashtëzakonisht, ne sinqerisht që jemi marrë për një kohë të gjatë me njerëzit tanë, me kontaktet tona, edhe për t'i nxitur për të regjistruar, sepse ka patur një vëmendje të jashtëzakonshme që diaspora, ta themi me fjalën diaspora, apo emigrantët që s'dua t'i them me asnjërin nga këto, po dua të them njerëzit tanë, qytetarët tanë, bashkëqytetarët tanë që janë andej, kanë pasur një numër realisht shumë të kënaqshëm të regjistrimit, nuk pritej madje në gjithë Shqipërinë, se nëse pritej një numër rreth 100.000, arriti në 254.000 emigrantë të regjistruar, edhe në qarkun e Vlorës ka patur një numër të konsiderueshëm, gati 20.000 pa 40 e pak numër emigrantësh të regjistruar. Tashmë do ta shohim kur votat të numërohen se kë kanë besuar më shumë bashkëqytetarët tanë në diasporë. Dhe kë besoni ju? Se kanë besuar? Jo. Unë duhet të them që ne kemi një besim gati në masën 65-70% të atyre që janë regjistruar që do të votojnë Parti Socialiste. Si ju kanë pritur në diasporë, në vendet e Bashkimit Evropian ku keni shkuar? Sinqerisht shumë mirë, me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, por edhe me përballjen dhe me vendosjen morale tënde përballë si forcë politike që të mos jetë thjesht një vot që ata do t'i japin, por dhe të mos jetë thjesht një premtim, dhe ti të thuash emigrantëve që më votoni si forcë politike, sepse unë do të bëj këtë gjë për Shqipërinë. Jo, unë do të bëj këtë gjë për ju. Se nuk është premtim dhe duhet u kthesh atyre njerëzve, ne nuk duam ta kthejmë këtë gjë në një fushat, duam ta kthejmë në një realitet. Dhe ky realitet është përballja e drejtë për drejtë që do të kemi sërish me ta kur zgjedhjet të kenë mbaruar.
Do t'jete sigurt vota e migrantëve? Sa i garantoni ju? Absolutisht e sigurt. Plotësisht e sigurt. Më përmendët pak në fakt edhe një pjesë të programit Partisë Socialiste për Emigrantët apo për mbështetjen e atyre që do të kthehen këtu për të investuar. Çfarë synoni tjetër për emigrantët? E para është, nëse kjo lidhet me politikë bërë, nëse lidhet me angazhimin e tyre... Jetën e tyre të ngritur andej, fëmijët të shkolluar... Por ama ka dhe një pjesë të tyre, se ne kemi parë që në këtë legislaturë që kishim përfaqësues të diasporës, që i kishim deputet në parlament. Dhe të kesh përfaqësues të bashkëdetarëve tanë në parlament, do të thotë që ke sjell një zë, ashtu si që thamë edhe për komunitetet, nëse ke një zë të një komunitetit caktuar, qoftë komunitetit Çam, qoftë komunitetit Rom Egjiptian, qoftë komuniteteve çfarë do lloj komuniteti, qoftë moshave, qoftë të shkollave, do të thotë që të çon një zë në parlament. Kjo është një pjesë. Se të çosh zërin në parlament, e çon zërin në vendin më të lartë ku vendimarrja dhe ligjvënia është. Ne jemi Republikë Parlamentare, nuk ka vend institucion më të lartë për vendimarrjen se sa parlamenti. Nga ana tjetër është ndihma konkrete që të rinjve, apo jo vetëm të rinjve, po kushdo që do dojë të kthehet edhe në një ndihmë financiare përmes politikave monetare, politikave ndihmuese që do të vësh në dispozicion të emigrantëve, sigurisht, dhe në lehtësimin e procedurave, sepse thash edhe këtu më duhet i rikthehem, sepse kam patur fatin që të jem pjesë e asaj ministrie dhe ka patur kërkesa të vazhdueshme për hapjen e bujtinave dhe agroturizmeve, të cilat në bashkëpunim të ministrisë sonë me Ministrinë e Bujqësisë, ata u lehtësoheshin procedurat në mënyrë jo vetëm kohë rekord, por edhe në një mënyrë maksimale dhe me një vullnet të mirë që ata të mund të ktheheshin. Buxheti është i tyre. Prandaj them, shteti dhe qeveria duhet jenë atje që të jetë një kujdestar i mirë që ata të mund ta zhvillojnë të sigurt edhe të plot investimin e tyre. Sa vërtet është që një pjesë apo diku te 100 të rinj të Forumit Rinor të Partisë Demokratike ju bashkuan Partisë Socialiste? Shumë e vërtet është. Sepse ndryshe mendon Partia Demokratike. Drejtues dhe përfaqësues të saj në këtë studio kanë thënë që janë 2-3 të rinj që janë bashkuar Partisë Socialiste për interesat e tyre dhe ata janë larguar nga forumi prej vitesh tashmë, kurse pjesa tjetër nuk janë demokratë. Një nga momentet të cilat partitë politike nuk marrin besimin e qytetarëve është mungesa edhe dijes së tyre se në çfarë situate janë. Këtu fillon problemi i parë. Nëse ti nuk pranon që ka një grup të rinjsh që nuk duan të jenë pjesë e një partie politike në të cilën asgjë nuk lëviz, ose çdo gjë lëviz rreth një personit vetëm. Dhe nëse ata e shohin këtë alternativë në një forcë tjetër politike, që vazhdon të jetë e tillë e hapur, që mund gjejnë veten, që kanë dinamika, që mund përcjellin energji, që japin ide. Partitë politike janë ide, partitë politike nuk janë salla të mbyllura në të cilat qëndrojnë dhe aty duhet jesh në fund të rreshtit, duhet jesh bëj atë pa grintën e duhur për të mund të dhënë dhe të marrë ide, vizion, energji, vullnet, debat. Nëse nuk ka një parti në cilin ti të ushtrosh, të mundesh ta bësh këtë gjë, atëherë ti do zgjedhësh një alternativë. Kështu që ky është një realitet, kjo nuk është e thënë që nuk është një e thënë dhe ne themi kanë ardhur ca të rinj. Po, kanë ardhur mjaft të rinj, kanë ardhur nga një forum tjetër që kanë aderuar në një parti tjetër dhe sot janë bërë pjesë e Partisë Socialiste. Çfarë ka ndodhur në Partinë Socialiste nga kjo? Se nuk e di nëse do ma bëje, po ta them unë vetë këtë gjën. Po ta them unë vetë këtë gjën, se unë jam pjesë e kësaj partie prej shumë vitesh. Mund të gjallë pak kënaqësi kjo gjë, nëse është e vërtet që kanë bashkuar 100 të rinj me Partinë Socialiste Demokratë. Me këto ju ha mundësime, se këto sigurisht që kanë një realitet, diku të vërtet, diku të minimizuar, diku të maksimizuar pa nevoj, pa domosdoshmëri. Besoj që përgjigja më e mirë do të jetë kur zgjedhjet të kenë mbaruar, nëse do të kuptojmë që lëvizje të tilla dhe prurje të tilla që vinë nga një forcë politike në Partinë Socialiste si një parti e hapur edhe një parti me një vullnet për të qenë parti e shqiptarëve, nëse ne do të marrim mandatin e 9 në qarkun e Vlorës, besoj pastaj që përgjigjet do të jenë. Më thënë, i bie që Partia Socialiste i pas ka trajtuar kaq mirë të rinj që ka të sajnë, sa që është dashur tashmë që të marrë dhe të rinj tjerë. Jo, Partia Socialiste përpiqet që të trajtojë mirë çdo
që vendos të vi dhe të jap kontributin e vet në një forcë politike si e jona. Gabriello, çfarë është politika për ju? E para do ta nisja me fjalin që ndoshta, e them ndoshta referuar njerëzve, se po të jetë në atë çfarë do thosha vetë personalisht, do të ishte mirë që kushdo të merre nga pak me politikë. Politika është instrumenti dhe mjeti për të zhvilluar shoqërinë. Kush ju frymëzon ju në politikë? Është privilegj dhe mua më frymëzon e para njerëzit që qëndrojnë. Pavarësisht sfidave, pavarësisht vështirësive dhe pavarësisht çdo lloj gjëje që ndodh në politikë apo brenda një partie politike. Dhe këtë e besoj shumë fort dhe jam një nga njerëzit që me vullnetin edhe me qëndrueshmërinë vazhdoj të qëndroj sepse i besoj partisë në cilën jam dhe mbi të gjitha ajo që më frymëzon më shumë është mirënjohja që kam për gjithë besimin që qytetarët dhe njerëzit na japin. Unë jam njeri që nuk jam larguar asnjëherë nga qyteti im dhe e kam shumë të fortë ndjesinë e mirënjohjes për çdo që më del përpara, jemi përballë njëri tjetrit dhe i themi njëri tjetrit që unë kam bërë këtë gjë, nuk kam cënuar asgjë nga ajo që ti ke besuar për mua, nëse kam bërë këtë gjë e kam bërë aq sa kam mundur dhe do të vazhdoj ta bëj me gjithë fuqinë dhe energjinë. Keni një idhull në politikë? Idhull kam Partia Socialiste. Jo zotin Rama. Partia Socialiste ka kryetar kryeministrin Edi Rama. Zonja Bello, po në përditshmërinë tuaj, kush ju frymëzon? E para motivin më të fortë ma jep familja ime. Që nuk është shumë e vështirë ta bësh betejën, kjo nuk ka lidhje me përkatësi gjinore. Besoj që edhe për një burrë është kështu, edhe për një grua është njësoj. Nëse nuk ke mbështetjen e familjes, angazhimi yt në politik të bëhet i vështirë ose nuk mund ta bësh dot ashtu siç do e duash. E dyta është ajo që thash pak përpara, mirënjohja që kam ndaj njerëzve që vazhdoj i shoh njësoj në sy dhe komunikojmë njësoj duke qëndruar përballë tyre në të njëjtën me të njëjtin jo thjesht vullnet, por edhe me të njëjtën transparencë edhe me të njëjtin komunikim pa e ndryshuar asnjëherë. Dhe për këtë jam shumë falenderuese dhe frymëzimin e tretë, për fatin e mirë kam ndërtuar në jetën time një marrëdhënie të mirë me miq. Dhe kur sa më shumë kalojnë vitet, ti miqt jo vetëm i mban, po dhe i shton, se jo të mendosh që është gjë shumë pozitive. Na flisni pak për familjen tuaj. Ju jeni shumë familjarë, ju shohim për krah bashortit në lungomare duke ecur apo edhe me vajzat tuaja. Unë besoj që familja ime nuk është as më shumë dhe as më pak se sa shumë familje të tjera të këtij qyteti, të cilat e ndërtojnë jetën e tyre në një mënyrë, nuk dua të them thjesht tradicionale në aspektin e të thënit të një fjale që është një familje konsoliduar, ka një marrëdhënie të mirë, por e shumë familjeve të cilat e duan qytetin dhe vazhdojnë të qëndrojnë në këtë qytet për të kontribuar. Sigurisht që kjo nuk paragjykon dhe nuk gjykon askënd që vendos që të largohet për të parë mundësi të reja, por familja ime është një familje që më ka mbështetur, vazhdon të më mbështes, dhe për fatin e mirë në momentet shumë më të vështira të rritjes së vajzave të mia kur ishin edhe më të reja se ishin në moshën e adoleshencës, unë duke qenë se jam pjesë e një familje të madhe dhe kur themi familje të madhe, një familje përtej familjes bashkë me vajzat dhe me bashkëshortin, më kanë ndihmuar shumë për ta ndërtuar këtë rrugë edhe më mirë. Prandaj thash, jam një nga shumë familje që janë në familje tradicionale. Por dua ta përsëris që kjo është një gjë jo vetëm e imja, se nuk është personale, por e çdo vajze, gruaje, djali apo burri që angazhohet në politik, është nevojë dhe uri ta themi që ti ke nevojë patjetër për familjen. Prandaj dhe është momenti më i parë i frymëzimit, ashtu siç është familja, janë njerëzit, janë edhe marrëdhëniet e tuaja që ndërton me njerëzit. Vajzat vazhdojnë studimet?
Vajzat tuaja? Po, njëra nga vajzat ka përfunduar, madje me thirrjen e ekselencës, madje edhe ka filluar edhe angazhimin e saj në punë, ndërsa vajza e vogël është studente, vazhdonte shumë mirë në ato që ato kanë dashur. Këtu është një moment, ndoshta për të thënë gjithë atyre që kanë fëmijët për të orientuar, të themi, në zgjedhjet e tyre për shkollën e lartë. Personalisht e kam patur të përvojë nga prindrit e mi dhe kam bërë atë që unë kam dashur. Të njëjtën gjë kam lënë në dëshirën edhe në ëndrat e vajzave të mia që të zhvillojnë në shkollë fushat, të zhvillojnë në fushat që ato kanë dashur. Ku duan ato? E madhja është në drejtësi edhe e vogla është në fushën ekonomike. Suksese. Shumë faleminderit. Zënja Bello, ju keni qenë ndër deputetet që gjatë mandatit 4 vjeçar keni jetuar në Vlorë. Do t'ja u sugjeronit këtë edhe deputetëve të rinj që do të dalin nga 11 maj? Në fakt, për zgjedhja e listës kandidatëve dhe deputetëve nga komuniteti, kjo ndodhi edhe në këtë legjislaturë që shkoi. Edhe ne që ishim pak më edhe në legjislaturën e 9, edhe në të 10-ën, edhe në këtë që po vjen, duke qenë përfaqësues të komunitetit këtu, në përgjithësi ne kemi qenë njerëz që kemi qëndruar, përfaqësues që kemi qëndruar në lokalitetet tona, në komunitetin ton. Kështu që besoj që kjo do jetë një zgjedhje që lehtësisht do ta bëjnë. Ajo që do vlerësoja është që të qëndrosh përballë qytetarëve dhe përballë atyre që të kanë besuar, nuk është thjesht një zgjedhje e jotja, por është edhe një përgjegjësi që ke për të qëndruar përballë atyre që të kanë besuar për të mos u larguar. Kështu që besoj kjo do jetë edhe zgjedhja e deputetëve të rinj të legjislaturës. Si ish deputetet, çfarë do t'u këshilloni tjetër deputetëve të rinj kur ta marrin detyrën? Dhe mandatin, po? Për kushtim, energji të mirë edhe qëndrueshmëri. Dhe së fundmi një mesazh, pse duhet qytetarët ta votojnë Partinë Socialiste në 11 maj? Mendojmë pak sepse nuk e dua ta them thjesht me objektivin ton. Objektivi ynë është Shqipëria Europiane. Se ne jemi qytetarë europianë, ne na duhet thjesht ta certifikojmë, por unë do ta lidhja pak të me fushatën që po bëjmë. Dhe duke e lidhur me fushatën, do të thosha që njerëzit duhet votojnë Partinë Socialiste, sepse kjo fushat për mandatin e 4 të Partisë Socialiste nuk është thjesht një fushat elektorale. Është një vizion, është një qëllim dhe të kesh përpara, të vendosësh përpara një program që lidhet me vizionin dhe qëllimin që të zhvillosh Shqipërinë. Kjo është, besoj, motivi më i fortë sepse ne u dalim përballë qytetarëve dhe u kërkojmë votën për mandatin e 4 për të votuar numrin 5. Faleminderit shumë që ishit me mua sot në Fokus. Ju mirëpres sërish. Faleminderit dhe juve edhe për bisedën e këndshme. Dhe ju uroj sukses. Faleminderit. Isha në studio në Fokus me bashkëkryetarin e Partisë Socialiste të Vlorës, zonjën Vilma Bello. Shikues të nderuar, emisioni Fokus do të ritransmetohet nesër sërish në orën 15, por ju kujtoj takimin ton më të afërt të njëjtën me 2 të ftuar të tjerë. Deri të njëjtën e ardhshme, në fakt të kësaj jave, miropafshim.